Me 27 vota për 2 kundër dhe asnjë të përmbajtur, Këshilli i Komunës së Tetovës ka miratuar sot llogarinë përfundimtare të komunës për vitin që lan pas. Për kreun e Komunës së Tetovës Bilal Kasami, buxheti i komunës për vitin e shkuar ka shënuar rritje të theksuar prej 10 milion eurove, me çka Komuna e Tetovës kalon nga buxhete pagesore të pagave në buxhet zhvillimor. Ka qenë një buxhet me një rritje të theksuar mbi 10 milion euro, të cilat të gjitha kanë qenë investime kapitale, me shka përfundimisht pra Komuna e Tetovës po kalon nga buxhete të cilat kanë qenë kryesisht për paga dhe shpenzime rjetëse, kalon në buxhete të cilat janë buxhete zhvillimore. Po ashtu edhe buxheti viti 2026 pra ka komponente zhvillimore dhe në bazë të planifikimit shkon diku rreth 50 milion euro. Po ashtu do të potencoj që në pjesën e të hyrave, tek pjesa e të hyrave burimore apo tatimi në pronë, kemi një realizim mbi 100%, gati 120%, që i bie se Komuna e Tetovës ka qenë e angazhuar dhe konsoliduar në aspektin financiar në drejtim të inkasimit të hyrave buxhetore, vetanake dhe sigurisht që gjithë këto mjete kanë ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Por edhe pse sipas kreut të komunës, realizimi i buxhetit të vitit të shkuar ka qenë mbi 80%, për këshilltarët e opozitës mbeten shumë gjëra të paqarta. Kaloi llogaria përfundimtare e buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2025. Ne si AKI patëm disa vërejtje tona dhe ata janë me sa vijojnë. Llogaria përfundimtare e Komunës së Tetovës ka mungesë realizimi rreth 257 milion denar. Kjo tregon se buxheti është planifikuar më optimist se sa është i realizuar, gjë që mund të tregoj se kemi një planifikim jo realist, dobësi në mbledhjen e të hyrave. Kemi një rënje drastike të transfereve dhe donacioneve, që ka një mungesë parafarsisht 200 milion denar. Kemi donacione të planifikuara dhe të realizuara, ku sipas shifrave del se realizimi shumë i ulët është i donacioneve. Kjo ngre dyshime se a janë të planifikuar donacionet pa bazë reale, apo komuna nuk ka arritur të sigurojë projektet e premtuara. Shpenzimet po thuajse janë sa të hyrat, kemi një deficit buxhetor minus 9.265.724 denar. Kjo tregon se komuna nuk ka arritur të bajë balans të qëndrueshme financiare. Ndryshe si shkaki i mosvotimit të llogarisë përfundimtare, në vitin 2022 Komuna e Tetovës ka shkuar në rivotim për këshilltar komunal.